Sot ndodhemi në fermën bujqësore të zotit Xhelal bashkë me djalin e tij zotin Islam në fshatin Golemi Madh rreth Lushnje. Qëllimi sot i vizitës është për të demonstruar, por jo vetëm për të bashkëbiseduar, referuar aktiviteteve që zoti Xhelal bashkë me djalin e tij zotin Islam kanë në fermën e tyre, kryesisht në serën e tyre, dhe ajo çfarë sot ne do trajtojmë, disa pra themi pyetje, por jo vetëm edhe problematika referuar të gjithë këtij procesi që lidhet me kulturat që ata kultivojnë në serë. Zoti Xhelal, zoti Islam, edhe një herë faleminderit për bashkëpunimin, por jo vetëm. Ajo çfarë do të pyesim lidhur me aktivitetin, që ku ka filluar, pra sa vite ka, dhe çfarë sipërfaqe dhe çfarë kultura kultivoni në serën tonë. Ne kemi disa vite me fjalë, në vitin 2003 mos gaboj, edhe në Zhdim. Fillimisht e fillon këtu te shtëpia me një dy lymser, duke sakrifikuar se s'kishim mos ja gjim fuqin. Vazhduam, morën tokë me qira atje, bëm serë tjetër poshtë, ka të dylimet sa tjera veç saja. Bas kësaj tani kemi filluar prapë me AZP-n të bëjmë 1 hektar serë, kemi qenë. Ndihmoj edhe shteti me këtë rast. Ne prodhojmë domate, kulturën e parë dhe kulturën e dytë mbjellim këtë kastravesin e vogël ose plakë sallat, perime të ndryshme për stilin e dimrit. Ajo që ne duhet kemi në konsideratë dhe për të rekomanduar, por jo vetëm atë çfarë ne edhe demonstruam, për të nxitur edhe të rinj që sot që diplomohen, por jo vetëm për të pasur vëmendje apo për të rikthyer në sektorin rural. Sigurisht, të rinj duhet ta kuptojnë që dakord të migrimi, dakord, edhe unë kam qenë në migrim, nuk e diskutoj këtë pjesë, por mbi të gjitha këtu kemi një klim të bukur të mirë që nxjerrim prodhim me fjalë, të nxjerrim prodhim sa më bio me gjitha këto skemat mbështetëse siç po thoja edhe pak më lart, jemi shumë rregull. Të rinj të kthehen sa më përpara se thuhet. Atë çfarë ne diskutojmë, po ndjes, është sa ju pra produkti juaj është i garantuar. Ne jemi të garantuar se kemi me kontratë dhe domatën që përdorim për industrinë e thatë që merr zotëria me kompani italiane. Po punove e ke kontratën aty, e ke të zgjidhur bëj prodhimin se del. Po. Gjithë proceset e shërbimet agroteknike patjetër janë pra themi në respekt të gjithë pra themi ndjekjes apo bashkëpunimit që keni me këta specialistë dhe deri tek shitja e produkteve. Pikërisht. Jemi shumë në rregull. Plus ne kemi si tha dhe babai që nga viti me herët me fjalë, por unë 2016 jam kthyer nga Europa, nga investuam me fjalë, siç tha dhe babai, zgjeruam sipërfaqen. Pretendojmë dhe kemi dëshirë të zgjerojmë akoma me 1 hektar tjetër në plug që kemi rregulluar me serat më të modernizuara, më të mira nga kjo këtu jemi sera e vjetër dhe kjo është biznes familjar, është ajo do jetë tjetër gjë, do jetë një investim më i madh, dhe i garantuar me këto kontrata që kemi. Si e vlerësoni mbështetjen nga institucionet pra apo agjencitë publike? Pra ju përmendët pak më parë pra përmes bashkëpunimit me AZBRN. Jemi shumë të kënaqur, kemi aplikuar pa asnjë lloj problemi me fjalë. Normal se ka vështirësi problematika, ka në më drejtë, por ne nuk kemi hasur gërçe të theksuara me fjalë, jemi okay. Jemi në planin final, po vazhdojmë projektin po në zbatimin fjalë. Zoti Xhelal, ju falenderoj për këtë bisedë, ju urojmë patjetër shëndet, ju urojmë për këtë investim, por jo vetëm edhe bashkëpunimet tona patjetër shumë suksese. Dhe diçka, sa më bio, me produkte biologjike, të ikim nga gjithë strukturat të mbetësje, me që lëm mbetje.